Kryeministri Sali Berisha akuzoi në mbledhjen e qeverisë kryetarin socialist Edi Rama se projekti i tij për taksën progresive s'është gjë tjetër veç se formë presioni për biznese që nuk e sponsorizojnë më. Këtë konstatim zoti Berisha e lidhi me faktin se zoti Rama foli për këtë taksë vetëm pasi humbi bashkinë, kohë që përkon sipas tij dhe me largimin e biznesmenëve sponsor. Unë ju garantoj që zoti Rama këtë problem në taksë progresive nuk e ka për gjë tjetër përveç se për grupin e biznesmenëve të tij që tani nuk e sponsorizojnë më që kur ikun nga bashkia. Edhe drekat që shtron rrov gjushi, se si afrohen më as Fideli as këta tjerë të fare. Nuk japi një kacille për partitë më ata. S'ka ma leje, duke blokua lejet e tjerve. Por kjo nuk mund të udhëheq ne. Politika nuk bëhet me inate. Se deri dje si përmend sa ishte kryetar bashkia ndonjëherë. E shqiproi ndonjëherë taksën progresive? Pati ai një program për Bashkinë e Tiranës? E ndigjuat ju ndonjëherë të thotë se do të rrisë taksat? Si përfundim, politika e tij e taksave është fortunë në një gotë ujë. Këtë deklarim zoti Berisha e bëri pasi njoftoi miratimin e kuadrit makroekonomik 2013-2015, një 2 vjeçar që përkon me një mandat të ri qeverisës. Kryeministri foli i sigurt për një fitore të re të mazhorancës qeverisëse në vitin 2013. Ai tha se qeveria që drejtoni përmbahet angazhimeve programore për rritje të pagave e pensioneve, rritje ekonomike, kompletim përfundimtar të infrastrukturës rrugore apo ruajtje të barës më të ulët fiskale në Europë. Në qeveri kaloi dhe ndryshimin e ligjin për përmbarimin privat, sipas të cilit çdo përmbarues publik merr menjëherë licencë private pas shkëputjes nga funksioni publik. Për kryeministrin, ky ligj që prej miratimit të tij në 2008 është dëshmuar i domosdoshëm. Rezulton i dobishëm në zbatimin e vendimeve të gjykatave. Në fillim të vitit tjetër Shqipëria nuk do ketë përveç se përmbarim privat. Nuk kam mënyrë më dekurajuese për gjyqtarin, për gjykatat, se po të shohin që vendimet e tyre nuk zbatohen. Zoti Halimi, ky është një profesion i rregulluar dhe nuk mundet që në profesionet e rregulluara mos ketë kontrollin tarifa. Mbledhjen kryeministri e nisi me mësuesit dhe procesin reformues që do të ndërmarrë qeveria për të garantuar kualifikimin dhe rikualifikimin e stafeve pedagogjik për një cilësi më të lartë në mësimdhënie. Ne këtë vit duhet të ndërmarrim të gjitha reformat, të gjitha vendimet në mënyrë që deg dhe fakultetet e mësuesis të kenë cilësinë më të lartë. Të studiojmë praktikat më të mira europiane, të bëjmë gjithçka për kualifikimin e trupës pedagogjike të vendit. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri njoftoi zgjerimin e gamës së përfituesve prej grantit të qeverisë për mbjelljen e arrorëve, duke përfshirë ndër të tjera dhe vreshtat. Gjithashtu vendos kuota ushqimore për nxënësit e shkollës Naim Frashëri në Korçë, e cila frekuentohet nga fëmijë të komunitetit rom. Për kryeministrin, kjo duhet shërbejë si praktik për shkollat të tjera ku mësojnë këta fëmijë në mënyrë që të nxitet shkollimi i tyre.